Autoritetet shqiptare kanë ndaluar sot hyrjen në territorin e vendit ton predikuesit të njohur islamik Imran Hosein, i cili është cilësuar si person që përbën rrezik për sigurinë kombëtare. Ngjarja është regjistruar pas ditën e sejntes në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit. Sipas raportimeve, Hosein ishte nisur nga Trinidad dhe Tobago me ndalesë në Amerikën e Jugut dhe kishte planifikuar një vizitë në Shqipëri me një agent fetare. Por pas verifikimeve nga strukturat e sigurisë, rezultoi se ndaj tij kishte informacione të ndjeshme që lidhen me veprimtari të mundshme terroriste. Për këtë arsye, policia kufitare nuk e lejoi të hyjë në territorin e Republikës së Shqipërisë, ndërsa aktualisht predikuesi mbahet në Rinas në pritje të procedurave për kthimin e tij në vendin e nisjes. Kush është Imran Hosein? Imran Hosein është studiues dhe predikues islam nga Trinidad and Tobago, i njohur ndërkombëtarisht për ligjëratat islame, studimin e shenjave të fundit të kohës, si dhe për komentet e tij mbi politikën globale dhe ekonominë islame. Ai është autori disa librave, ndërsa një pjesë e madhe e mësimeve të tij përqendrohet te çështja e Izraelit, të cilin e lidh me ngjarjet profetike të përmendura në Kuran.